Sonte nuk jemi mbledhur thjesht për të kujtuar 35 vitet Partisë Socialiste. Jemi mbledhur për të kujtuar njerëzit. Një shoqëri do vdes, ka vdekur. Vjen një moshë që është mirë të harrosh. Vjen zor të vë prangat. Edhe po falsifikon e votat. Vetëm një gotë. Zgjidhjes të këtij halli shumë të madh. Pra neve nuk gjeshëm dot njerëzit, sunë i dëmtim, i mori policia ku janë, s'dishëm asgjë. 48 vite keni bashk, 35 vjet na bën Partia Socialiste. Jam prenare që kush ka qenë vazhdon të mbetet. Ky është një nga panelet më të veçanta në fakt të podcastit që pa diskutim kryefjalë është 35 vjetori i Partisë Socialiste, mirë po unë dëshiroj që në këtë aspekt të jenë të gjithë shumë të vetëdijshëm për atë çfarë kanë bërë dhe për rolin që kanë luajtur në këto vite të rëndësishme të Partisë Socialiste. Ndodhem këtu me 7 burra, të cilët përfaqësojnë njësitë administrative përkatëse të zonave që unë sot përfaqësoj në Parlamentin e Shqipërisë, por për të cilat ata kanë dhënë dhe kanë kontribuar shumë më tepër se sa unë. Jam shumë koshiente për këtë. Kanë qenë aktor kryesor të momenteve delikate të Partisë Socialiste dhe nuk i kanë marrë partisë vetëm të mirat, por i kanë marrë edhe ditët e vështira, edhe ditët e këqija, edhe ditët kur ka qenë e vështirë edhe të thojë që ishe socialist e jo më shumë se sa të ishe dhe funksionari i saj. Kështu që kam kënaqësinë shumë të madhe t'i prezantoj gjithë secilin prej tyre, por do doja që ata ta prezantonin vetë në fakt, duke e nisur nga Shefqeti. Shefqet Bullari, Shefqet, unë kam nderin që të kem sot këtu bashkë me gjithë shokët e tjerë, por prezantoje vetën më mirë për gjithë ata që ndoshta nuk njohin. Unë jam Shefqet Bullari, një banor i njësisë administrative Papër, pjesëtar aktiv i Partisë Socialiste që nga 92 e në vazhdimësi. Kam përfaqësuar Partinë Socialiste si kryetar i Partisë Socialiste gati 15 vjet. Kam qenë 4 vite kryetar i Komunës Papër në vitit 2000-2015, antar i kryesisë Partisë Socialiste të Rreth Elbasan, 8 vjet. Një kontribus kryesor i kësaj periudhe në PS-n, ku kam satisfaksionin më të madh të jetës time, me atë idealizmi që kemi patur, është kënaqësi që ndodhet mes pjesëtarëve aktiv të gjithë zonës mbi Lumi Shkumbin, dhe uroj që PS-ja të vazhdoj këtë rrugë dhe të kujtoj her pas here kontributet e gjithë secilit që kanë kontribuar në vite dhe meritojnë një lloj respekti. Për ne është kënaqësi. Vazhdojmë se do ju ngacmoj me disa pyetje pak më vonë, por vazhdojmë me prezantimet. Jonas Shorja, banor i njësisë BDSH, fshati Gorabarth. Antar i Partisë Socialiste nga krijimi i Partisë Socialiste, me tesën dhe me trëndafilat kuq të Fatosnanës. Kryetar organizate që nga vitin 96, edhe deri më sot, kam vazhduar kryetar partie. Kemi hyrë me flokë zeza dhe po ikim me flokë bardha. E di çfarë po mendoja kur the 96-ta. Unë kam lindur në 95-ën. Tani llogarite, ja ku i ke vitet e partisë përpara sysh. Kaq vite sa ka mund të je kryetar. Betejë jon ka qenë ashpër, sidomos në vitet e para, sidomos në zgjedhjet e pushtetit lokal në tetorë të 96-s. Më kujtohet që shumë të kodit e votimit dhe ku u kthy ke pishat, për ledhan, ke qesmja, që na kishin zënë rrugën me gurë. Ne ishim 4 shokë, edhe na kishin bllokuar rrugën, në zbritëm të 4, edhe i hoqim ato gurët, edhe hypëm në makinë pastaj dhe ikëm. Në 97-ën ka qenë betejë sepse Partia Demokratike përgatitte një listë të zezë, edhe kjo listë të zezë kemi marrë pjesën ne. Që këto njerëz duhet eliminohen dhe u pajisin me armë gjithë demokratët në komuna, u thirrën dhe u pajisin me armë. Kemi punuar me vështirësi të madhe, kemi pranuar gjithçka, vetëm për Partinë Socialiste. Kemi pas betejë, kemi pas suksese, kemi pas gjithë.
me punë, me sakrifica, thash, hymë me flokë zeza, dalim me flokë bardha. Jo, për dal mos thujti se Slemnet dalë është ti, që shke po dalë. Jo, po na nxjerr vetë koha. Jo, po nuk na nxjerr koha dalë. vetë. Për të Jo, dalë jo, mos mi vej datë. po. Hyrja ka datë, për dalja s'ka datë. Kontributi i Partisë Socialiste që prej vitit 92 me krijimin e partisë. Në fillim pak vështirësi, me krijuar, me u bashku, ishte kënaqësi jetishëm në Partisë Socialiste, edhe bashkë në gjithë punum, realizuam gjitha detyrët që kishte përpara. Shësia më e madhe ka qenë 96 kur ishim kryetar komisioni, në kutinë e votimit, e ndodhëm deri në fund, atë nuk ishim si të lidhshim, se paria sërish u largu nga komisionet, e ndërtuam komitetin deri në fund, pastaj u larguam dhe ikëm me nder ikëm neve, po votat më i morë. I morë votat. Pavarësisht se votuan 90% për Partisë Socialiste. Fabrice Po Olago, Katri, zona administrative komunës Gracen. Gracen. Kam jetë partia i kyna në të dy që gjitha shokët e deri në vazhdim. Është kënaqësi të marr pjesë të forcat Partisë Socialiste, ka pas ideale, ka pas vullnet, ka pas edhe një asnjë. Do të përmendim kontributin në pas nanët të njeri, edhe na i të pesh, në çdo mbledhje, në çdo takim, edhe forca ati, ne nuk kanë linë të i kritikë, dhe asnjëherë në gjithë debatet nuk kom votu për krahun tjetër, se s'na i të zemra, dora, nuk ka botet. Kam kënaqësi të përmend edhe shokët e vjetër që janë këtu, të fillu me Argjon Tatën, Bukurat Shtafën. I kishim këtu. Po, kemi pasi bashkëpunim të shkulltyshëm, kanë qenë ideali i partisë, edhe uroj partisë që ndjeki të rrugë, brezin e vjetër respektojnë, rinia të marrin forcën e vetë një takon, bëj pjesë, po marrë partinë pastaj në 2011, e drejtoja partinë deri para i viti, edhe vazhdoj akoma. Patjetër. A do na thuash pak moshën se kam merak që ta thuash. Moshën jam me 72 vjeç. 72 vjeç. Kemi pas kënaqësi, kemi pas se komuna jonë faktikisht ka dërgu gjithmonë e shumta e marta. Ditëm edhe të zgjedhëm njerëz të mirë që punojnë, që kishin aftësi komunikuse me njerëzit. Si për shembull zoti Fadil Salla, edhe akoma vazhdon këtu. Edhe shumë të tjerë. Edhe këtë të mbut, vazhdojmë këtë jap. Nda themelues të partë Partisë Socialiste në Papër nga 91 e deri sot. Antari Partisë, kryetari i organizatës Partisë Socialiste fshati Murras nga 91 deri sot. Tash kam kujtojnë ato vitet vështira, unë të ndalem pak tu në 94, Partia Demokratike gjene ishte, Sali Berisha në kohë hodhi popull për të miratu për e kushteturin e ti, që ishte i kushtetur që i lejon dhe Berisha të kthesh arvësisht në Imret. Partia Socialiste e bojkotoi, e goditi, pra Berisha në mori një goditje jashtëzakonisht madhe. Unë kam qenë sekretari i komisionit pranë komunës, përfaqësues i Partisë Socialiste. Isha moshë e vogël, 28 vjeç, nuk pranonte hiç konde. Dhe më ka ardhur ndjeri drejtan çerma ke shtëpia, më ka lut me të ndjerë Sotir Meça që sot vjen, që do ish sekretari komisionor, do të mbrojmë nesim. Përderisa më mend që ju kam çuar kryetarit komunës së kohë për fyti se po kisha hap një kuti votimi, se ishi shodhe me kompensat, edhe po fallëzikon e votat. Vjen një qytetar, më thotë, ti e pesës, po hajde më, dhe kjo më bën nomi këtu, tha. Kam shku në zyre dhe kam përfytje dhe, jemi përlesh, vjen drejtan qemen ngel, basoni në nominatës, e tjerë, për shembull, dola pastaj më goditët të qikut, më bërë syna, tu. Kur dilem papa, kisha me time shumë njerëz që poshtë, ky çuni vol është heroj vërtet. Në Papër jo pak njerëz më njohin dhe më vlerësojnë si ikonë e Partisë Socialiste të Papërit. Është vërtet. Sinqerisht edhe unë vetveti ndjej dashuri kështu shpirtërore për partinë.
edhe besoj që s'do ndajes gjë në partia. Ja, në momentin. Shanset të ndaj mas ne ty më, kështu që nuk ndodh ajo. Si gjithë shokët të tjerë, edhe unë që nga krijimi i Partisë Socialiste nuk jam nda jo orë pa si minutë. Për vetëm arsye sepse ishte një direktive drejtë. Në 94, si që përmeni edhe shoku, që do meritohesh kushtetuta, kemi pas shumë probleme, shumë debate me të PD-s, derisa arrit që nuk e fitoj. Fillon pastaj 96, të gjithë shikasit, si unë isha sekretari i komisionit, në 96, për zgjedhjet. Në 96 edhe shikasit, u trohoqëm me urët të qendrës, edhe kërkoshin ku është Ibrahimi, ku është Rifati, i fari Rifat Shabani. Arrin puna që fshatarët e mi mu më myllën në objekt që kam një instruktari, që më myllën në ty edhe nuk kujtuan se ku është. Kam qenë shumë herë sekretari i organizatës, ka ja 2 këzjedhe që kemi bu një çuntri, të që edhe dëshmitarë për në Gëdhelesh, që e tashën bom në 8 vjetë se u bom si punë salës. Aman se ai nuk ka të ngjarë. Gjaj njeri aty, është i veçantë në llojin e vet. Ja, dhe kemi pas, edhe të meta kemi pas unë pranoj, si Gëdhelesh, se nuk ka qenë shumë në fshat socialist. Do ta bëjmë tashti përfundimisht. Veçoj vetë kryetarin e komunës Ismail Kaçulin, Osman Qosën, që fituan në Gëdhelesh, edhe kanë qenë një nga kryetarët e komunës më me rezultat. Faleminderit. Fisnik, ti pak më i rin mosh se sa shokët e tjerë, por jo pak në kontribut doja të thoja. Në mos gaboj. Përshëndetje deputete. Është kënaqësi që krah figurave kaq të rëndësishme themelues të PS-s të jem dhe unë sado pa kontribues. Si student që kam qenë, kisha kontakt, si familje se prejardhe ishe familje e majtë, por unë ndoshta si isha bë pjesë, duke qenë në shkollë, duke qenë ndoshta i qik më i distancuar nga këto, mendoja që të është 3 herë 3 se kam kohë. Po, kënaqësi kur takoj figura si që ka qenë Agim Lega, ish kryetari, edhe personalitetet tjera, që mendoja dhe ishte konsiderat që ulesha dhe më thoshin, Fisnik, po ne kemi dëshirë që të suportojmë parti. Edhe mendoj me veten. Po, këto kaq vite, do më thënë, ishte një lloj kënaqësie që kishin kontribuar dhe unë mendoja me veten time që sa doja punë, sa do rion të jem, jo ndoshta 50%, po 15% dhe këtyre intelektualeve, që edhe unë të shpalos në zonën time, një si administrative funar. Ti them do atyre njerëzve atje që unë kam pas kontaktin, kam pas fatin që të kem personalitetin krah edhe të më suportojnë. Po edhe unë dua që atje ku të shkoj, ti them që kjo forcë politike ka disa gjërat, ka disa ndryshime nga krahu tjetër. Edhe ka treguar gjatë gjithë kohës. Dhe ja ku jemi sot në 2026 që diskutojmë antarësimin Bashkimin Evropian. Jo më diskutojmë bëjmë zgjedhje të lira apo formalitete siç kanë qenë dikur që votoheshin po ishte formalitet, ishte farsë. Sot jemi në kushtet që ne kërkojmë dhe jemi gati në prag të antarësimit. Kështu që është kënaqësia ime edhe forcës politike të PS-s që ka pas kaq intelektual dhe kaq njerëz dashamirës për këtë vend. Faleminderit shumë Fisnik dhe the mirë dhe kjo në fakt tani do lidhet edhe me pyetjen që un kam. Ju jeni përfaqësues shumë të mirë të Partisë Socialiste të zonave rurale, mirë po jeni gjendur kur Partia Socialiste ka pasur momente delikate, protesta, grevurie, 21 janari ka qenë një moment shumë i veçantë në historikun e Partisë Socialiste dhe unë kam qenë sinqerisht të çuditur për gjatë gjithë periudhës kur kam takuar banorë të zonave shkumbinit lartë, se sa për tyre më kanë treguar që kanë qenë aty kur gjithçka ka ndodhur edhe kur ajo masakër ndodhi live në sytë të gjithëve. Dhe me një pasion e me një idealizëm jo të vogël, po më tregonin se nuk do të kishin bërë mbrapa edhe nëse do të ishin vetë ata që do të kishin përfunduar si shokët e tjerë që sot i kujtojmë me shumë nostalgji dhe që patjetër ndjejmë keqardhje çdo 21 janar që drejtësia ende
nuk është vendosur në vend për ta dhe për familjet e tyre. Kishim një idealizëm të papar. Unë sot e admiroj të idealizmi dhe doja ky idealizëm të vazhdoj, mos të zbehet, sepse ajo na mbante gjallë, pas një lloj ambicie atëherë, s'kishim në ambicie kush e di, por përsëri punonin dhe luftonin me atë idealizmin tonë që PS-ja na përfaqëson aspirata më të mira, përfaqëson shtresën intelektuale dhe ashtu ishte se u futën goxha intelektuale në atë periudhë dhe luftonin dhëm për dhëm me regjimin. 21 janarin kam qenë pjesëmarrës, dhe realisht pat një pjesëmarrje goxha të madhe, dhe fatkeqësisht mos si ndodhi ajo vrasje, kishte mbaruar gjithçka. Pjesa e demonstratës patoshë po shpërndash dhe u bën ato vrasje pas një shkak dhe kam qenë 200 metra afër, se konceptova dot pse i pushtet du ndërhynte në moment kur turma po largohesh. Dhe me keqja ishte në moment që po largoheshim, në ndiqin këto forca speciale me shufra, me deri ku kemi shku ka autobusi, një ne arrestuan, ne mbajtur brenda 2 javë, me shkopa me plumba gomën, na qellonin, më kemi ikur të llatarisur. Kur udhtoje nga Elbasani për në Shesh, për në 21 janar, kush ishin mendimet e tua? Dhe pastaj kush ishin mendimet kur bëre rrugën mbrapa për në shtëpi? Mendimet shkuam për t'i treguar pushtetit që ka një forcë opozitare konstruktive, që kërkon drejtësi, që kërkon zgjedhje të lira, dhe me këtë mendim shkova dhe thash nuk do arrihet në këtë ekstremitet. Dhe kur jemi kthyer, domethënë kemi ardhur me një lloj pak të pishmanosur në kuptimin figurativ, sepse kështu kishim akoma optimizmin tonë, që pse të ndodhin këto vrasje pas një lloj shkak. U sakrifikuan nga një pushtet që u treguat tepër harbut, dhe unë se konceptoja dot që pushteti im i Republikës së Shqipërisë të sillesh kaq shtazërisht me njerëz paqësor. Edhe ku e pa se kush edhe në qeveri, pikërisht mas 3 muajsh me 27 korrik, Partia Socialiste fitoi 67% komunave, edhe të bashkimit. Nga një fitore të mëshme asaj, pastaj PS-ja edhe mori rrugën, por akoma ekzistonte ajo frika e hakmarrjes. Se to mëshit, të po shohin nga puna, të lishin pa punë, në ndërti të bashkë një gjatë tjetër, mendoshin ku do të bëjmë nëpërmjet njerëzve që na njihshin, kupton? Po ato ishin gati të veposhin. Ti marr pjesë në 21 janar, kam qenë në Tiranë, në miting bashkë me preses Badashesh. Edhe ishim optimist që dikur nesër opozit do meshë pushtetin. Sepse dije se çdo gjë marrësh me dhunë, e kuptohet çdo kush. Kurse kur ndodhi vrasja, me thanë drejtën, u demonizuam dhe arriti të thoshim që si ka mundësi që shteti vetë procesus. Qej miting i thjesht, me ca flamur kalamësh, për dur, edhe aty si ndodhi, gjushin nga drejtaret edhe një gazetare biles që era plumin dorë, u habitëm. U habitëm se si shteti vret popullin e vetë. A patët frikë në një moment? Jo, shiko, frika ne, atje mund të kishim hore edhe ne. Sepse ajo ishte pa etikim, pa diçka, këtë kapte, kishte qëllimin vrisje popull, që mos dilshin nesër prapë në protestë. Edhe ashtu ikëm, mes tymit e mes sënë dole me ikëm, po jo su friksum. Unë kisha marrë me vete e 10 çuna për goza 3 që ishe protest, edhe me fshatin. Edhe më kujtojt vetë ma i kostum kështu, kështë i gjupë me shalt kuq. Thot i policë më viki ma shalt në kuq, se po të kam do të mësi farha. Në loa për i momenta që veni in ky kërciste vetëm era barut, kallash, qa për ndosh Shqipëri, thash, mori, dhe e thiri në qa për ndosh që luft, tash sot në civilizim. Edhe kisha këto i mlodha 8.000 10, meri jatin, një thua zani, ha ku ke gosën tare, tu me më. Thët më së gjej, atë për shkesë është me mund, të që është me mund, po dike unë dhe vdese gocetër, më s'ki më rakë, se që kam dhjetu të këtër pesë, që një lidhe kështu, hajde, se dhe e i vëtë buzës, të rinjë vejë. Jeni penduar ndonjëherë, keni thënë do të alë fare këtë punën e partisë? Jo që jam penduar. Asnjëherë. Nuk pendohem sepse jam në të Partisë Socialiste. Atë je pas shoku që jo komunista, unë kam qenë edhe antar partie për para.
para krijimit të sistemit. Menja ime deri sot dhe e kërdes në krijimin e Partisë Socialiste. E keni pasur suportin e familjes, të grave, të motrave, pastaj patjetër ndoshta pak më vonë edhe të vajzave, se këtë po e bëj për gjininë e kundërt, pra nuk ka qenë shumë e lehtë. Ju thatë shkuam në 21 janar, shefqet, ç'të tha bashkëshortja? Ishte dakord? Realisht bashkëshortja ime rrjedh nga e djatha. Këtë jenë familje kulake shkohën. Për moment që ne E konvertove ti, këtë na thuaj. U kthye me PS-n. Kjo ka rëndësi. Në moment që jemi bashkuar, domethënë, kam ndryshuar totalisht dhe ka qenë aktive, domethënë që nga 91-92 ka qenë shumë aktive dhe përgojohesh atëherë, sepse gratë përgojoheshin të futeshin në politikë. Patjetër. Ajo më ka mbrojtur me shumë fanatizëm deri në 2 luftime dhe kisha një krah jashtëzakonisht të ngrohtë. Si djalin, si vajzën, mos. Nuk ju kanë thënë që lëre këtë partinë se na lodhët. Ne pretendonim që do vinte një ditë që ai pushtet po kalbesh, po kalbëzohesh dhe ne do fitonim një ditë, pavarësisht peripecive të ndryshme që kemi hequr. 20 tetori i 1996 ka qenë një makabër pushtetin në ndonjë. Dhe sot i ruaj ato episode dhe i kujtoj me goxha hidhërim që si përfunduam në atë lloj pike. Për ta përfunduar bisedën tonë, e cila kam të sigurt që po të kishim qëndruar gjithë natën, edhe s'do kishte dalë mjaftueshëm koha që ju trofenit gjithçka keni përjetuar në Partinë Socialiste, por po, të lutem. Tashi mu u valid kokë një fjalë me takimin e parë që kemi bën edhe shesh. Ke thënë Allahu, edhe mos ta harroj. Ku i kam hyrë se punë, kam hyrë për i qëllim. Nuk kam hyrë për 4 vjetë deputete. Burë, fort. Edhe ne ku pranuam që të bëjmë socialistë, hyrë për një qëllim, edhe njëu ka një qëllim. Unë nuk familja ime nuk mund ta drejtë sepse unë rrjedh nga një familje, një bazë luftës së shqiptare dhe kam plakate në shtëpi. Babai im ka dalë gjak. Edhe nuk mund ta ktej. Çu mashtoj me shoqëria unë nuk shkoj atje. Ke drejt. Kështu që ta kem llavën hyn me një objektiv. Njeriu hyn me një objektiv shteti. Ja ecim përpara, do ndihmojmë, do punojmë me shtëpi dhe jo shumë me llafe. Për të rritë që vinë, duke parë, domthonë Partinë Socialiste, zhvillimin e Partisë Socialiste me ecje përpara, duke parë një plakë 81 vjeçar, 82 vjeçar, do drejtoj akoma Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, që është një gjë e pakëndshme, domthonë njerëzit e shikojnë edhe do bindën, edhe do vinë pas Partisë Socialiste të gjithë. Duke qenë që unë më përfshin ndoshta në politikën kurse më të mirë të PS-s, por personalisht e sugjeroj edhe rinis që është tani, sa po ka filluar në hapat e parë, por që edhe do vinë, kanë shumë për të mësuar, kanë shumë edhe për të thënë. Po më e rëndësishme është që i bëjnë dhe sot jemi punë e teknologjisë, përveç se kanë mundësi edhe në kontaktet me persona me gjitha, po bëjnë diferencimin e një subjekti që ka qenë, që ka drejtu sa vite dhe një forcë politike siç është PS-ja sot, që vite që po drejton, edhe diferencimin që ka bërë, punën që ka bërë. Domethënë, 97-a, 21 janari, Gërdeci, edhe marrim sot punët e Shqipërisë në kohën e PS-s që janë bërë. Kemi ndoshta gjëra të vogla për të bërë, kemi mangësisë edhe në vend i vogël me tranzicion ka problematikë. Por diferenca është e jashtëzakonshme, kështu që mosha e rinia duke u antarësuar tek PS-ja do ketë vizion, do ketë ardhme, do ketë shumë sukses e shumë zhvillim edhe për vendin. Gjithmonë bëj debate me të rinjt, se shpesh shikoj një lloj diferentizmi që s'më pëlqen, sepse janë ashtu pragmatist të rinjt, edhe i them, nuk ka rrugë tjetër në botë. Gjithmonë shteti zhvillohet nëpërmjet partive, partitë marrin për shtetin, bëjnë politika për zhvillimin e vendit, dhe aty bëhet karriera, aty bëhet kapërcimi i etapave, dhe nuk mund të rrinë tërë indiferent, se kështu është ka gjithë bota. Ka parti, merr për shtetin, afron staf dhe të rinjt duhet të aktivizohen, çdo që edhe ne duhet t'i hapim pak rrugën, dhe t'i ndërgjegjësojmë që ata janë të aftë për të marrë stafetën në të ardhmen, dhe i them rinis e janë patjetër ke PS-ja, është një forcë progresive, një forcë realiste, një forcë që ka treguar që ka zhvilluar vendin, ka formuar shtet,
me të metat dhe të qijat që mund të ketë, por përsëri qëndron shumë lartë se sa opozita. Dua t'ju falenderoj realisht shumë, jo vetëm për pranin sot, që patjetër që po, por dua t'ju falenderoj për çdo ditë që keni kontribuar në Partinë Socialiste. Unë sot jetoj në një Parti Socialiste shumë të qetë, patjetër që kemi dinamikat tona, por nuk janë fare të ngjashme me ato që keni kaluar gjithsecili prej jush, dhe dua që t'ja kujtoj sidomos vetes, edhe kolegëve të rinj gjithashtu, se nëse kemi këtë luks e komoditet, është sepse ju keni luftuar që ne të jemi në një Parti Socialiste të tillë. Kështu që jam mirënjohëse dhe falenderuese çdo ditë për ju. Kam përgatitur vetëm diçka të vogël për gjithë secilin, për ta pasur si dhuratë për këtë 35 vjetor të partisë, një mirënjohje. Ne jemi një familje e madhe në fakt, që kam përshtypjen që sa vime zmadhohemi, po unë e kam bërë këtë shtëpinë e vogël si shtëpitë që kemi ne në fshatra.